Sot kam marrë një destinacion interesant që lidhet me atë që po artikulohet si rruga e liçeneve. Jam në Shkopet, tu te liçeni i Shkopetit, heci është mrapa, ja shihet ai honja që është krijuar, është fantastik. Do flas gjëre gjatë duke shtektuar kësaj rruge, pra nga Shkopeti do ikim në Ulës do shoh diçka të veçantë, do intervistoj njerëz dhe do sjell një panoramë gjithë kësaj zone. Shkopeti këtu është nga hecet e parë, janë dy hecet e para më të mëdha shqiptare. Është Ulza më parë i ndërtuar në 1957, ta shohim ta sillem me filmim, ndërsa Shkopeti është 1963 kur është vënë në funksion. Është shumë e rëndësishme kur artikulohet termi rruga e liçeneve, më sjell ndërmend rrugën e dritës. Pas fillimisht rruga e dritës që filloi prej këtu ka qenë shumë e vështirë, nga rrugë më të vështirë shqiptare. Edhe pastaj për të vazhduar në Ulës. Por ajo që është e veçantë në rrugën e dritës sepse ka qenë një nga punët më të vështira në gjithë rrugët shqiptare. Kam disa pamje të atyre viteve nga puna që është bërë, edhe më bën përshtypje nga ai kacavjerrja nëpër Litar, derisa u hap gjithë traseja rrugës dhe pastaj filloi të ndërtoi heci i Ulës dhe më vonë dhe heci i Shkopetit. Ndiqni këto pamje dhe pastaj do vazhdojmë rrugën më lart. Mira të reja të vendit ton punojnë me entuziazmin që i karakterizon në ndërtimin e rrugës Milot Ulës, që do ta lidhi Milotin me një nga veprat më të mëdha të planit ton 5 vjeçar, centralin hidroelektrik mbi lumin e Matit. E pakrahasueshme është puna heroike e këtyre trive. Në mes të këtyre shpellave dhe shkëmbive tashpër, ku deri djes ka shkelur kem njeriu, do të kaloj rruga, që rinia e ka quajtur rruga e dritës. Patriotizmi dhe vullneti i madh i këtyre trive po i shem këto shkëmbi shekullor. Këtu punon brigada e shqiponjave, që udhëhiqet nga brigadieri Shaban Xhema. Ajo çdo ditë te i kalon normat me një përqindje të madhe. Rinia jon heroike do ta kryejë me ner edhe këtë detyrë të lartë patriotike. Për këtë rrugë, së shpejti do të kalojnë makineritë e centralit hidroelektrik që do të japin dritë industrisë dhe minjerave tona për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës sonë popullore. Kjo është rruga e Shkopetit, pra nga Shkopeti në drejtim të Ulës, pastaj për Turrel ndahet. Poshtë është liçeni. Atë marrë pak pamje edhe këto malet janë madhështore. Këtu është i urë dhe turistët ndalen vazhdimisht këtu. Jur, do ta shohim që të zbresim pak. Po, e po. Shumë bilim. Rruga e liçeneve, është shumë interesant rruga e liçenit. Do e përshkruaj edhe deri atje në fund, po jem taku me Nur. Në është nga fani, ja Nur? Po, nga Shëngjeni fani. Po kur rriti Nur? Po në rrij Mamuras bënej. Rrij Mamuras. Me familje. Jetoj në Itali. Po, me gjithë familje. Po, në direkt për aeroporti shkem fani.
Si nga aeroporti në fund? Direkt bën makinën direkt në fund shkoj. Nuk shko para ke Ja, shtëpia, shko drejt atje. ma morë dhe jam Tani banjë. ke guri nusa, aty poshtë e kriu. Çka ke bërë ti? Ka bën flamurin. Flamurin Ka e qesme. po, Qesme flamurin që e ka vut Pater Vinsaure, e ka bën në mënyrë fantastike. Flamurin që ka sot Skënderbeut. E ke vuat E në petë shqiptarëve. Edhe këta janë turpe. Po, këtë E tani këtu ngal tu ke vuat. Ta vëni bukur, kanë marrë bani të jashtë, bani video. Kjo tregoj miqve itali, dhe gjithë në pesh gjithë normal këtu. Dunë italian. Italian. Me menimin e Zotit edhe ku ndër i paroj do bëj fal bujtime. Shit ju them, këtu janë familja jote. Po, gjithë familja. E, të mrekullueshëm, ja, shif ka ja. Gjithë një auto. E, filmi, kjo është nga jote? Po, mama kjo. Kjo do ta bëj. E, pas ale me çuni mo. Ale me çuni. Ja, shështia, si e. Mashallah, a vajtë? Vajta e vaj. Mashallah, si qeka. Mirë. E thash që atje, të më thënë rruga liqene, shikon nu, unë kam marrë sot për këtë punë, realisht, jam duke, është në projekt deri në vitin 2030 për të bërë rruga liqene. Rruga liqene që nisë me Shkopedin është në 1963, Uza pak më para 1957, janë dy pjesët e para shqiptare me fuqi të madhe. Do më zëtë të deshëm këtu alak, kullat vjetë kam pas duke dhe kulla kam bërë, dhe bëj fyre gjithë bashkë qëtarve të mi, që të shëllirë me vit pas viti të shtojmë të bëjmë sa ma shumë të organizojmë një festë sa ma të më të mija. Që ta bani atje? Te kulla. Te kulla atje si? Te kulla. Festa që t'i veni, nuk ta festa veritet. E kam thënë, shikon du, kam thënë një shprehje vazhdimisht, kam thënë një shprehje kështu, që ne mund t'hidim gjithë, ta zamë, t'hidim tjetër. Shenjtët nuk lëvizin, rrinë atje. Kështu që ne ke shenjtë kthena. Shive ja, fakti ndojtë sa vjeç jemi. Unë 35. Dhe ndojmë fletë si me qenë dy fish moshën, është një dhanë me Po shpirt. shkojmë aty kur parton me bato, me gjithë aty kanë festuar. E pas bisedës me Nurm, shi, në mënyrë të rastësishme, po kanë ardhur me vizitu këtë urën. Pra ka marrë këtë familje ka sjellë këtu. Kështu janë të gjërat e bukura që mund bëhen në këtë vend. Është fantastike, ja si është kjo. Sa rëndësi kanë atraksionet. Atraksionet turistike, domethënë kur bëhet një rrugë është shumë e rëndësishme që të jetë me atraksione. Prandaj do ta përmend shpesh herë rruga e liçeneve. Rruga e liçeneve edhe përmes atraksioneve. Por një nga atraksionet është kjo ura, ja që janë sa tu janë që vinë shohin urën, do ta shohin pak urën dhe bashkë. Është shumë e bukur, janë mbi liçen. Ja. Kjo është ura. Atje është madhështi, atje sipër. Atje sipër fare, një fshat. Pra, kjo ura do ta shoh atje dhe kjo ura duhet mirëmbaj. Dhe pse jo do me thënë të kategorizohet edhe mërë për mërëna, dhe pse nuk miratohet nga ministrit, po shkaj, bashkit kanë mundësi të miratojnë vetë. Do më që këto të kategorizohen në monument kulturë, përderisa, shiko, monumenti kulturë nuk është një gjë e vdekur. Nuk është një gjë amorfe që nuk je, sepse nëse nuk shkojnë, ti le tje që atje dhe po shkojnë njerëz. Tu vinë, pa i vu emrin monument kulturë, shisi vinë, ja. Edhe këta për shumë janë duke bëhen, shifi. Ta kanë bëhe dhe plashë, po shifi. Ha, shifi si janë, shifi. Evo. Mor shkallat si janë, shifi. Ja, dujtë janë, ja. Në kujtim, si të duke kujtim. Ja, atë tjerë dhe atje. Beautiful, yes. Kanove, Adegur, Albania, shishi. Shlej, shkopor, po shishi. Pra janë këto kanoet. Ja, ka shumë rëndësi kjo sinjeristika që kanë bënë këtu. Këtu pasa një sinjeristik për ulëzën, Galeardi, Vincenzo. Ishte ta shofat, okej. Edhe ja. Ja, kjo është ura. Këto kavët duken që janë të forta. Ishte normal që do të ketë siguri. Kavët janë mirë, kavët janë.
është një qenë shumë i bukur. Ja, po vazhdojmë përmes rrugës nga Shkopeti për Ulës, rruga e liçeneve. Edhe kështu kam për ta thirr tani tutje, rruga e liçeneve. Tor Bablini. Ka qenë lokal mitik kë. Mirë që kanë rujt paktën ato qezmet e ujit. E do nalë në pak të shohim një vend për qezmet e ujit. Edhe të flas sa fjalë për qezmet e ujit. Mu më pëlqen shumë kur i shoh qezmet. Po, ja u ka makinë. Ja. Okej, do nalë në pak këtu se duhet të flas një 2 fjalë për qezmet. Shpeshherë ku kam bërë rrugë gjata, në për male, në për rrugë ndryshme me radhë, kam thënë gjithmonë që në për rrugë nuk duhet preken qezmet e ujit. Ato qezmet që ne kemi historike. Absolutisht nuk duhet leju që qezmet të futet në për shtëpia. Janë për udhëtarin e rrugëve. A e shihni këtu? Ja, do shtëpia mat. Shiko, vlerësim, sinqerisht, duhet ju them shumë faleminderit, ndërkohë që e përmena punën e rrugës 1959, një kohë shënur kur është hap rruga e dritës. Rruga e dritës në Tor, një nga rrugë më të vështira shqiptare. Por me rëndësi mbetet që kjo, ja sa punë ka dash. Konsiderojnë krojet. Duke ecë rrugës, edhe tani që ka bërë një balkon, nuk e dija që është bërë balkon këtu. Sa bukur është bërë. Ka mundësi ta ketë bërë në Shpani, ta pyes Nura, ke bërë ti ajo kush e ka bërë. Sa i bukur është ky balkoni. Ja. Pra ky është balkoni i rrugës liçeneve. Shisha panoramës ka kjo zonë, kjo është e mbushur, do me ka beku Zoti me anën panoramike të jashtëzakonshme që ka. Ja, shkojmë deri aty. Pasa shumë të huj. Ja. Ju parasysh që atje ku është heci i Shkopetit, dhe të shohim gjithë to malet, ka legjendat e kohës Skënderbeut. Gjithë stud nga njëri shkambi bardhë, shkambi tjetër, mua aty ku është prerë, thuhet që Skënderbeu e ka kaluar me kal edhe ka zhurmë aty. Okej, këto janë legjenda, fakte urbane, po okej. Fund edhe këto shërbej. Unën dhe florën e liçenit të Ulës. Shumë mirë që e kanë bërë në vëmendje këtë. Që kanë bërë ja. E pasën bërë shumë bukur, edhe në shumë vende panoramike, sepse nuk është ndonjë harxhim i madh, ja sa punë është bërë. Por e bërë bukur, edhe është mbjellë edhe me pemë, e bërë bukur, shumë bukur. Është duke pëlqyer shumë kjo këtu. Ja. E tani të marrish ta sodisim këtë panoramën të jashtëzakonshme. Shiqja panorame, ja. Ja ta kalojmë pak me kamerë. Të hapën syt, është një mrekulli. Dhe deri në thellësi atje. Pra, ky është balkoni i rrugës liçeneve në mes Shkopetit edhe Ulës. Pra balkonet tilla mund ndërtohen edhe në vende të tjera. Mora në telefon Eldorinin atje dhe pyeta se kush e ka bërë këtë balkonin dhe që kanë kuadrin e projektit që po bëhet dhe atje. Në Ulë, do shkojmë ta shohim atje, si thush është një rrugë që është tutje digës, është një rrugë që është bërë, ta shohim, do të jap gjitha pamjet atje, por shumë bukur pas ka bërë në kuadër të projektit për ta shpërfaq anën panoramike të liçenit Shkopetit dhe liçenit të Ulës, është edhe ky balkoni. Pra ka bërë kompania Ulza SHBK, një punë e shkëlqyer dhe shumë e sigurt, edhe tek këmbë, edhe tek gjitha, është një punë shumë e sigurt, domethënë nuk ka asnjë problem këtu. Edhe kjo pjasa që është bërë këtu, deri janë kujdes deri edhe për koshin e plerave atje që po thjesht plera. Pa shumë pasur. Pra bravo Ulza SHBK, bravo Shpani, bravo qoftë. Vazhdojmë rrugës për Ulës.
pamje të bukura ta këtu. Për Borrell të Djathas dhe për Ulës, shkoj do ndalem pak të marr pak sinjalistik. Ja. Ndalem pak këtu. Edhe shohim pak dhe urën e vjetër këtu. Në gjithë tek këtu shoh një gjë shumë interesant se ka shumë reklam. Edhe reklama është shpirti i tregtisë, po është edhe shpirti i turizmit, ta kuptoj mirë. Po më pëlqen kjo që ka bërë Bashkia e Matit. Ja, është karta turistike e Bashkisë së Matit. Ja, gjithë Mati është një shembull të bëhet edhe në pika kyçet Mirditës. Edhe vim këtu, parku natyror i Ulës. Ja, edhe shqipe dhe anglisht. Ju ka sifruar 205.15 hektar. Ekosistem kompleks ujor malor, liçen e Ulë, liçen e Shkopetit, mali kodparë, formacion gjeologjike të tjerë se s'po futem shumë këtu. Ja, edhe këtu në anglisht, disa nga sitet turistike. Je paga shumë gjejnë e rrugëve, rrugë të asfaltuar, rrugë mirëmbajtur, rrugë sezonale, rrugë këmbësore, hidrografia, lumi i Matit, fshat, njësi, qendër, bashkia Matit etj. Me radhë. Pra ka një informacion të detajuar, shumë bukur. Edhe marrim këtu është një vend ku mund të rish, këtu për shembull se unë shoh tu, ja do i shohim atje, kemi prap tu, pra pa tu atje, çik nga gryva e Shkopetit, pra ke heci. Përmena pak urën, këto nga urat më të konsoliduara, kjo ura këtu, nga më të mira që janë bënë atë kohë, urë shumë që kanë hyrë makinat e kromit e kution me të tonazhit lartë, tonazhit shumë lartë, ja. Edhe këto i duan të ujit, i shifi ujit që është fundar anej, vim këtu tani. Ja sinjalistika tjetër, ja, shumë e thjeshtë sinjalistika, prej atje, ja. Parku natyror liçeni i Ulës. Ja, nga diga dhe Shkopetit për gjatë shpa. Ja, parku, ky parku që pam ne këtu, ja ky tip disa dhana, se unë për shembull nuk i dija mirë. Prej një sipërfaqe gjithë kjo dhe Ulza që përfshin ne 4206 hektar. Nga diga hidrocentrale të Shkopetit për gjatë shpatëve, kreshtat kodër për gjatë kufir ndarës me rrethin e Mirditës dhe gjithë territorin liçenit të Ulzës. Edhe ka dhënë dhe mendimin se kur është vu kjo dhe jep kompletu shërbimet, restorante, bujtina, hece sportive tjerë me radhë, anglisht dhe shqip, pika turistike, ti thot të gjitha çka ka pika turistike këtu. Në kjo rruga për Ulës, 2 kilometra, a di çfarë më bën përshtypje kjo, se shi e ndriçuar. Ja. Gjithë rruga e ndriçuar, pra 2 kilometra është rruga e ndriçuar. Natën duhet jetë një mrekulli këtu. Kjo është diga, është digë shumë e bukur, dhe konstrukti i saj e di që është 60 metra. Është edhe si vepër arti, ja. Sa e bukur është. Do të nisim pastaj edhe pamjet e fillimit të punimeve. Dhe kur ka përfunuar në 57-ën. Kjo rruga është duke më pëlqyer shumë. Rruga për Ulës. Ja dhe i he këto pamjet tu të digës. Ulësa faktikisht kemi parasysh në 57-ën janë godinat e para dhe kur është bërë përurimi këtu, është një fotografi ku është përru edhe busi i Marksit. Por kjo këtu ka qenë kinema. Sot është
kisha. Është kisha e Shmargut. Edhe ky është qendra urbane, mund ta quajmë kështu. Është bën shumë bukur edhe kjo domethënë. Faktikisht Ulza Biles mund ta quaj si rajoni parapris i mobilimit urban modern. Unë du të përmend disa emra, pse jo të filloj me Pal Qokun, sepse Pali filloi një transformim dhe e përfundoi në Ushpani me një transformim rrënjësor. Shtatorja Nën Terezës, që është vënë, edhe ka pak historik kjo që du ta them, sepse ishte planifikuar mu vunë Rrëshen. Në atë kohë unë kam qenë këtu, kam marrë me grupin artistik dhe kemi bërë një aktivitet shumë madh, ka qenë nunci apostolik. E do të sjell në një fotografi pikërisht nga ai moment kur është bërë edhe përurimi i shtatorës Nën Terezës. Faktikisht ka qenë planifikuar në Rrëshen, po erdhi në Ulzë, pati fat Ulza, aq më tepër ke një kishë shumë e bukur, si kisha shumë e bukur, kisha Shmargut ja. E thjesht por është shumë, domethënë është ndërtuar, është arreduar bukur, arreduar jashtë, po edhe brenda është një kishë shumë e bukur. Edhe gjithë kjo panorama këtu. Gjithë panorama e sheshit të Ulzës është shumë interesant. Ja. Po vizitojnë dhe këtë veni këtu. Ja. Tani do më qosh mu të shohim ç'është po bëhet një investim që unë e kam ndjek që në fillim dhe du ta shohim ç'a po bëhet atje. Tani po bëhet një investim, ka gati 7 muaj që ka njës projekti, të bëhet lungo lago ose shëtitoria, që vazhdon nga Lugina Shkopetit, për një balkon gjatë Po që e kam që filmuar. është shumë i vizituar nga vizitorët, dhe vazhdon nga Cepi Digës, tek plazhi si i thomi dhe vjen përfundon te shkolla. Është bërë dhe një pjesë tjetër, një segment tjetër, që do jetë pjesë shëtitore nga plazhi dhe përfundon në kufinën Njërditën. Ajo është hapur si trashe, po punohet për vepat e marrës, për tumbinat e këto, dhe po mbushet me çakull që jetë aksesueshme për turistët. Atëherë ti ndjekim këto bashkë. Tani të shkojmë. Hajde. Pra këtu fillon tani trajtimi, trajtimi urban. Që nga Cepi Digës, Po që nga Cepi Digës që pavarësisht të diga do bëhet zyra infopointit që do informon turistat për shtrigje turistike, për mënyrën se si të organizohen në Ulës. Me ardhë një ditë, me kalu një ditë në Ulës dhe informohen aty te zyra infopointit. Po shumë bukur. Atëherë zbresim pak kështu se keni bë tipet e balkoneve dhe janë kthyer në mod ato. Pa shumë e bukur, okay. Njerëzit kanë nevojë për foto, Kanë për fort. Kjo është bukur. Është komode e gjitha kjo edhe janë me temë. trajtu koncept me fundin si që shikoni edhe Jo, në Cepi Nga Cepi këtu. Në Cepi Digës atje shpresojmë, nga punësimet që na ka dhënë kryeministri juan zoti Edi Rama, që Ulzë na ka shumë për zemër. Do jepi faza e dytë e projektit, do vazhdojmë nga Cepi Digës, në kokë rrugë dhe të lidhet me fshatin Bushkash. Fshati Bushkash është i përqendruar nga 100 fshatra turistik. Bushkashi atje e tutje. Tani bim këtu, tani kjo është rruga, Kjo është rruga që do jetë pjesa rrugu Nas. e shëtitores. Jo, Nas. Deri tek plazhi do jetë aksesueshme për makinat. Për makina. Ne do jetë për kamësorët që do ta Do shohim. na tregosh atje. Okej, pra ndjekim. Shiko, më pëlqen, a do asfaltohet kjo? Do asfaltohet ose varet më mba dhe në mënyrë formë trotuari, varet që e ka projekt. Po, shumë e bukur. Ja, uga. Tani bim te ky balkoni këtu. Kjo është balkoni i parë. Balkoni i parë. Që vjen pa në majën e punorës, majën e dhejës, ka Pa punë prit, të do na shikosh pak më të do njerëzit ata të ditë çfarë do të bëjë. Atëherë ky është balkoni i parë. Sa balkone ka? Ka janë 3 balkone. 3 balkone. Atëherë këtu domethënë është gjithë shtrija e liçenit. Po, Kemi parasysh rreth 15 kilometra shkon liçeni liçeni. deri atje sipër kur lidhet me Urak. Shtrezin e me Po, ujë. me zonën kështu. Atëherë këtu domethënë syu këtë sheh. Që pamja parë fshati Bushkash, qafa Burrelit, mali Des dhe maja punores është pjesë e mjetike të zotë në duar. Po, shumë e bukur. Zakonisht tu vjen turist, të huaj etj me Turist të huaj shqiptarë nga gjithë bota. Kam një pyetje, duket që ka ra shumë ujë, Po, është në kotat ulta fare?
Problemi më i madh është që në privatizimin e hidrocentralit, shteti kur e shiti hidrocentralin nuk e përfshiun kontrat uljen e kuotës. Se deri ku do jetë kuota. Po. Dhe problemi më i madh është se ne na ndikon shumë negativisht, sidomos tek shtimi i peshkut. Me ardhen e agron malës shkretar bashkie, bojnë një marrëveshje me Korumin se çdo vit të hidhen mbi 40.000 kokra sa peshku. Po, i kam pa duke hedhë biles. Ballxhan e gjitha llojt dhe si po thush, gradualisht po kompensohet ajo humbja e shtimit natyral. Shumë bukur. Okej. Vazhdojmë atëherë tej se është mrekullisht, sa bukur është bërë kjo. Pa ja prova pak liçenit pak më shumë. Unë shoh Bashkia Motit ka një vëmendje të shtuar ndaj Ulës, sa kam bërë prej kohësh, që kurse u shpall park kombëtar i mbrojtur. Çfarë ndikimi keni pas nga ana bashkisë? Si thush nga ne Matjanët ose rrethi Matit, pati fatin e madh me ardhen kryetar bashkie të zotit Agron Mali. Sepse ai e mori një punë, e mori seriozisht, e mori punën sikur kishte të punu për familjen e vet. Dhe bëri shumë punë të mira, qoftë në kanale Vadicje, qoftë fshatin Bushkash, që është i përzgjedhur nga një fshat turistik. Ishte gjithë jetën pa rrugë, e boni asfaltimin, tani presin bëjmë dhe ndryqimin. E kështu gjithë nga gjithë rrethi Matit është bërë punën më të mirë. Po këtu çfarë punë publike janë bërë këtu në këtë zonë? Këtu janë bërë, sikur thash, për rrugën e fshatit Bushkash. Që vjen deri aty, ha? Po, janë bërë disa ura në fshatin Stejan. Po. Stejan, janë bërë rruga prapë që lidhen nga qafa Ulës në Stejan që nuk ekzistonte rrugë fare. Po to është qesharake, po 2 familje jetojnë atje, 2 familje janë si me qanë këtë burreli, kanë rrugën e. Jo, ta saltova. Do të thënë, shiko, do të them një gjë, meqense se më dole Elderin. Ka shumë rëndësi se si zgjidhen njerëzit e punës. Unë i kam i dil njerëzit e punës. Edhe Agronin absolutisht është punëtor, do t'i shkoj edhe atje nga ku kemi thënë kujtim, nga Rajmulli, ku dim çka kemi thënë atje. Në Bruç, në Rak, në Lisë të tjera, ku kam pasë, kemi qenë atje dhe kam ka qenë rruga Pashe Azez. Edhe asfaltuar ajo. Edhe Ulë, pra sa rëndësi ka një drejtues i mirë. Ka i drejtues i mirë. Ore drejtues me i vënë drejtues pune, jo drejtues që merren me logje folklorike. Se shmenin dy janë, shkatruan zonat, shkatruan komunitetet. Prandaj Agron Malit qofsha falë vëlla, si ke bërë të punë bukur. Unë kam fatin që prej 6 vitesh punoj me administrator në njësinë administrative Ulës dhe punoj me Agron. Një ndër punët që unë kam vlerësuar nga gjitha punët që të mira që ka bëj, është që çdo të premte të fundit muajit, bashkia nga ura Luzës, që është kufiri me bashkinë Kllëz deri këtë tuneli Shkëlqyetët, bëhet pastrimi i rrugës nacionale. Bën mbledhja mbeturinave, janë vu kosha mbeturinash. Po, i pash edhe ne duke ardhur. Janë pastruar gjitha hotspotet që kanë hedhur mbeturina ndër vite, është për mrekulli. Okej. Eldorin, se ta përmendim dhe aty, pak në tutje. Kjo okej, dhe një lajm shumë mirë, ky lloj pastrimi. Ky do të jetë shembull që do të ndjekim gjithë bashkitë e Veriut. Jo, jo Veriut, po gjithë Shqipërisë. Shiko, se ka një gjë. Unë ja përmenda edhe në Shpanit. Edhe atë që po bën këtu. Gjithmonë është ideja e rrugës liçenave. Është unike, unë e pash në projektet e strategjike të tip, po them 5 vjeçare, 25-30 dhe flitet uroj që të jetë fol për këtë zonën që shkon kështu dhe lidhet me Rrëshenin. Shpresoj që edhe zëvendës kryeministra, edhe kryeministri i Shqipërisë Ulën e kanë shumë për zemër dhe shpresoj që të bëjnë më të mirën, qoftë rruga nacionale nga Skuret në Burrel, qoftë lidhjen e Ulës me Mirditën, se do na favorizohet shumë, sepse sa më shumë rrugë, aq më shumë turizëm ka, aq më shumë hyrje dalje dhe për mendimin tim është gjëja më e mirë që mund të ndodhë. Absolutisht. Dhe krijohet kështu një unaz ekoturistike. Të shkojmë çik më andej, se do të flasish pak për aty kufij kush vjen, cili fshat vjen aty, ta dinë se këtu lidha me Mirditën për atë, ha? Po.
Po pjesën e shkollës. Edhe shkon sipër ke shkolla. Po, Ndërsa kjo është pjesa e plazhit që kjo do të jetë për plazh. Parashikohet për plazh. shumë Tu janë parashikuar dhe 2 mole, njëri do jetë për peshkatarët. Ma këtë vitin, domethënë është parashikuar mol ku. Mos gabosha diku këtu do i mol dhe i mol tjetër Edhe mol, pra 2 mol. Po, njëri do jetë për pjesën e turistëve, moli tjetër do jetë për banorët e zonës, për peshkatarët që lidhin bark. Shumë Nuk janë sigurt. domethënë do kjo do marrë një formë interesante kjo do. Po. Si të marrojë do të jetë fantastike këtu, me ndryshim. Kjo vepër, këtë me ndryshime me këtë buka. Siç po e shikon aty këtë cepi, ajo është shtetitoria që vazhdon nga këtu dhe do lidhet, është lidhur me pjesën e Mjerdit. Kjo, ajo te brezi pyjor. jetë brega që sipër. Aty po ajo. Po ku se lidhemi këtu tani Diku këtu do bëhet një ur pasaret. Se do jetë Okej, hesim pak që të shihni pak. Kjo u them se çfarë do bëhet i burr aty për ti. Tu do më thonë është ky balkoni. Atje më theshë do bëhet një lidhje atje, shikoj atje? nga cepi atje diku këtu do bëhet e ura pasaret. Ur pasarel, Po që do jetë aksesueshme për turistët, këmbësorë, me motorë, gjitha llojet e sportit, por nuk do jetë aksesueshme për makinat, sepse është ur pasaret me varë. Se varë që ka projekt. Shumë e bukur, diçka ka shumë e Do bukur. vazhdon pjesa shqiptore. Të gjithë sipër. Atje tek cepi është bërë me shkallë, Po. janë bërë shkallë të bukura që njerëzit të ngjiten ata bashkë aty. Shumë e bukur. Okej, po kjo ura është një duk shumë interesant, kjo që do bëhet. Tani ai tabani, që vazhdon atje. Sa ka hes për aty? Nga tu deri në kufi me Mjerditën është 3.6 km. 3.6 km. shkon e lidhet me Ujshtrezën? Po lidhet. Jo lidhet me Ujshtrezën? Në kufi me Mjerditën është në Kufi deri aty. Po sepse fjalim poshtë. Sepse t'ja lejmë kohë do të thënë dhe i gjaze është, ka nis para disa viteve me Ndrecën, atë kohë me Mimi Kodhelin, nisi një ardhje këtej, edhe u diskutu që atëherë lidhja me Ulzën. Tani kjo po bëhet realitet këtë Nuk e anë. majmë mend atë kam thënë një vogël. Okej, po tani po bëhet realitet në këtë anë, kështu që është mirë me u bë realitet edhe në anën tjetër. Gjithsesi shkrim ta shohim atje që të flasim pak edhe për Ujshtrezën. Sot Elderin ç'a mendon ti, sepse un pash sot gjatë gjithë rrugës kanë pa turista. Shiko, Ujza do ta shoh kupton të eksin 10 vjeçare në fundit është hyrë një atrakcion turistik. Sepse në Ujës njerëzit janë pasorë, janë miqësorë, nuk është se ngacmojnë turistat apo i presin një shumë dashuri. Edhe turistat shkojnë, japin opinionin e mirë, edhe sjellin njëri tjetrin. Tu jemi bregut liçenit dhe mu më kujton kohën e rinjes dikur, kur vinim këtu nga liçeni me barkë, vinim kalonim këtu në Ulës. Edhe gjithmonë dhe atëherë thoi ka qenë një shtek në vajmen, po thoi edhe atëherë se kur do vije koha të bëhet një rrugë e mirë. Edhe u deshin pra, atë kohë kur e kam thënë ka qenë 1985 afërsisht. U deshin 40 vite me kalu. Si do qoftë, le të bëhet për brezat e ri. Jam inxhinier Gjoni, do më tregosh pak projektin në ca detaje. Dakor? Që ka një projekt shumë interesant. Po. Sa Kjo kohë është ka një ndër gjevahirë që do i shtohen parkut të Ulzës, është një ndër veprat më të bukura infrastrukturore. Është rruga panoramike, quhet ndryshe, ose në gjuhën tonë zhargon shtigjet. Shtigjet. Po. Pra shteg ekoturistik. Ekoturistik Po. që do shërbej për lëvizje me motora, bicikleta dhe në kamp. Edhe fillon nga Ulza deri në 3.5 km e gjatë. Edhe ka vepra artit të mbi në ura, edhe shtrim me qarkull. Edhe pjesën pothuajse pjesa gjatësore e rrugës është e gjitha me parmak druni. Me parmak druni. Me parmak. E pasi po dron. Druni Okej, shumë e rëndësishme kjo, sepse në për një pyll, faktikisht gjithandej, gjithë vendet e botës kanë bërë se disa herë këtu modifikojnë parmak të tjerë. Ne du t'i rrim natyrës, Ulza është park natyror, du t'a rujmë edhe këtë gjevahir që do të bëjmë, du t'me rujt, por është kapitull tjetër që takon institucionet. Shiko tani materialin, Këtu e sjellim materialin me disa pika. I herë nxjerrim e marrim nga pika e furnizimit, e sjellim këtu me makineritë mëdha, pastaj këtu
nga ky kantier me makineri të vogla shpërndajnë në për rrugë, duke qenë se rruga është ligje, nuk është as e gjanë sa më na i zon kamionat, detyrojna me bë me dambra. Është mjetet të tjera më të vogla. Po shumë bukur. Është goxha sakrificë e madhe sepse janë hap dy rrugë paralele, rruga e shtigjeve edhe rruga e aksesimit, e cila është detyrimisht për të vlerësuar se është punë shumë e madhe për të aksesuar me ardh materiale deri këtu. Po ka dhe i problem, se mirë, ju keni shfrytzuar faktin që tani është ul liçeni. Po punojmë me pa orar për arsye se vetëm shfrytëzojmë kohën e mirë. Tani që është koha e mirë. Anë gjitha ta shohim se si duke bërë punën atje, ta shoh tabanin, unë jam shumë i dhënë pas cilësisë tabaneve. Realisht shpesh rrugë shqiptare kanë këtë problem inxhinier. Kanë problemin e tabaneve. Absolutisht. Në fillim herë kena hap trasen komplet të rrugës. E kena sistemu dhe me kanal natyror kullimi që edhe në raste që ne jemi largu dhe kemi lënë për i farë kohë tabanet me pushu, kemi krijuar mundësinë që rrugat kulloj dhe mos të mbaj ujë. Po. Edhe rruga është rulu e gjitha. E gjitha i kalu procesit rullimit. Tu ku jemi tani, kjo është? Tu ku jemi tani, është bo hapja trases, kanali kullus që shikon, rullimi dhe këtu është në lëvizje të lirë. Ky krah është duke punu. Ky krah kemi shtru çapullin dhe po vazhdojmë do ta shikosh edhe vetë grupi që është duke sistemu me anësor me bankinën komplet, edhe pastaj do i kalojmë edhe rrugën. Okej, shumë bukur. Po është goxha me hecën kam, pastaj se dia e një të mundur me provarum. Hecën vetëm, kamionin që e kam shumë kritik. Kujtim, a je i kënaqur kujtim për tabanin dorë, se nuk e fol për rrugën e Lurësit. A kjo duket mirë? Nuk e fol mirë për atje. Shiko, ne nuk do të zhvlerësojmë punën e askush sepse kantierët nuk e dinë askush sa vështira janë mund ndërtu në zona të tilla. Se edhe rruga e Lurës është një rrugë shumë e thellë, shumë e lartë, edhe kantierët janë shumë vështira mund ndërtu në atë zonë. Edhe duhet vlerësu faktin mundimin që kanë bërë ato kompani që kanë shkuar me ngrit një kantier të tilla atje. Sa mrekullia, sa mrekullia shumë. E kështu, e deri kështu çeka Këtu gjithësia rrugës, domethënë kur shkosh te pjesa që e kena përfundu, ty ka me fiktruni çfarë laksi merr nga natyra. Po tu shtyhet plus nga ndikimi i shtetit, plus që është zonë mbrojtur nga bashkia këtu edhe e kanë rrit privatisht, a kupton? Janë rrit. Kjo është gjë, Si mas fisave. po do ta themi pak që janë deri në vetë, punë komunitare. Dhe këtu janë shëja të shtigjeve. Atë është e private realisht, po ma për Okej. Sa rëndësi kanë pyetje. Domethënë ajo që mund bë përshtypje në këtë zonë është model në Shqipëri. Ka qenë disa projekte me hollandezë. Hollandezë janë shumë ndjeshëm ndaj pyetjeve. Dhe projektet i adresonin kështu. Dhe di që atëherë ka rrëmbyer nga shumë projekte ka marrë palçoku. Dhe ishte mirëmbajtja e pyetjeve komunal. Domethënë çdo fshatari. Tani kjo ka vazhduar kjo traditë. Shiko, tradita ka vazhdu, po të shofish, ta shofish në kontekst, gjithçka vjen nga natyra, gjithçka vjen nga pylli. Kuptohet dhe ne jemi munduar që mos i dëmtojmë pyet, edhe jemi munduar të mirëmarrim, mos i presim pa kriter. Siç e shikoni edhe vetë. Dhe ja ku vjen tani rezultati, një ditë, se çfarë do të thotë ta rush pyllin. Dhe për shembull, kujtimo, më merr pak mua këtu, se un jam shumë i ndjeshëm ndaj pyllit. Për shembull, po të marrim tek këtu, ja. Se ka disa vende që nuk i gjen vetëm deri këtu, se kreti presin. Shihe nga këtu rreth, shqyr që jam tu gjet një gjatë shi si është. Këtë pylli kështu. Dhe ky absolutisht. Këtu jem pyllin më të ulë, se ka dhe më të lartë. Atje do shohim atje. Kemi një zot mirë në shqiptarët që dimrit do mi pre, po verës do mi hije. Do mi hije. Problem shumë. Kështu që ju keni lënë hijet kësaj radhe. Okej. Ka kështu mas projektit Sofia e kaldrënit e qabullit 2 metër, edhe sistemimin me kanal natyror komplet. Siç po thini pa e marrim gur pa e marrim dorë për ta drejtuar. Shiko, është Edhe pjesa e sistemit. A di çam kujton kjo më Kjo më kujton kaldramet e Gjirokastrës, E ngjashme me gazet dalin, por del fantastike. Jo, nëse shkon një vepër merret me kujdesin e bërjes së kaldramave, domethënë ka Po mund ta afrohesh ta shohim sa kuptosh që Kjo do të ketë rulin në shpinë edhe do ndërrohet
rullohet edhe do ketë sistemimin e anësoreve. Me vetë mos hapet, kjo edhe të bëj tamam trashte e shëndosh. Do ta shikosh te pjesë tjetër që e kemi bërë. Është bërë me rulaj pjesë, është bërë segment. Jam duke e ndjek faz pas faze, pra. Ishte faza hapjes trases e rrulume, faza mbushjes qarkullit, faza e sistemimit Edhe qarkullit. shohim një fazë përfundimtare. Kemi atje? Patjetër e kemi. Pjesë vetëm tek pjesa e parmakëve të drujt nuk kemi rifilluar akoma vendosim e parmakëve të drujt, sepse ajo është gjë finale, cila nuk do ketë më aksesim mjetash dhe vendoset parmaku i drujtit. Kisha sistemi është marrë gjitha, por si themi na ka dalë këtu koste e qarkullit më shtrenjtë se e betonit. Sepse do ta bësh, do ta marrësh 3 herë për dojë. Herë do ta sjellësh kantinë, kantinë do ta sjellësh te pika e grumbullimit këtu. Pastaj nga pika e grumbullimit do ta shpërndash me dampa e dezhit në mjetet vogla. Këtu kemi një gjë në formë shesh pushimi pak më gjan, që edhe mund të hapin krahun edhe mos bëhet problem. Është ku ndona tani në një ditë. Po kena atë. Ja se si është sistemu e gjitha. Do të ketë pika edhe etiketime pastaj sipas zonave me tabela. Sipas kryetari pastaj do na udhëzoj emërtimet se janë zonë turistike. Sipas fiseve. Po. Po shumë e bukur. Mund të thosh I jep emrin një fisje, shumë bukur. Do ketë gjëna që ta nxisin edhe turistin mu afro më shumë. Po, shumë bukur. Por s'ka nevojë, mjafton me shiku këtë lloj natyre dhe s'ke nevojë. Të veçantë për ne të rritme na pa këty në maleve mund të habit, ashtu çfarë do të rrit këna. A kupton? Po vetëm një arsye që e gjem forcën na pse vi me punu këne janë ky mjedisi, është se jemi të punu mes malit, mes natyrës. Ç'a mbosh ju? Unë jam 33. 33 djalë i ri. Edhe kanë filluar me të pëlqyer malet tani. Unë jetoj në Tiranë, vi çdo ditë për Tiranë. Je më kënaqur kur vjen këtu, patjetër. Po këtu normal, shisha natyrë. A dje atje në smog në Tiranë. Atë është tekse diçka. Para se të vite agroni kryetar bashkie, tu pa të vazhduar një prerje masive e pyve. Shfrytëzim pak i tërë njerëz pa përgjegjshëm. Më ardhen e agronit, njëri që është i apasionuar pas natyrës, lodhi strukturat dhe e ndaloi prerjen e pyve të paligjshme. Dhe shembulli i agronit si kryetar bashkie do përsëritet pas 100 vjetësh. Pas 100 vjetëve. Nuk do ketë më Ashtu që thot Eldorini, agron. Nuk do ketë më kryetar. Okej, agron nishi Eldorini. Kryetar si ai. Do të mundojmë edhe 100 metra. Po, ndërruar. Me thënë drejtën, unë isha të ulot të hecë këtu, edhe Tani vim faza tjetër. kjo është faza e rrulume, sistemume Ja, shive prej këtu, vene pak kamën këtu, ja. Prej këtu. Këtu është vazhdim tjetër Ja, kalem sepse Okej. kemi punu me faza. Me segmente. Kjo tani ka bazaltin poshtë, që duket sa është i qëndrueshëm, edhe kjo pjesa që keni hetur. Po, kjo do të jetë përfundim komplet, kjo është finalja. Kjo është finale, më bukur. Këtu vjen turisti, shet pit, ndash në kam, ndash në bicikletë, ndash me motor me 4 goma ose 2 goma. Edhe e shijon edhe natyrën edhe me ço buk me vete edhe Që ka mrekulli. Po, Alderin. Tani kjo pjesa më mi shpjegoj pak këtu. Mi shpjegoj pak më këtu. Tani këtu, jo të kjo shtylla këtu, po tek shtylla majta se këte jemi në kufim natin e mjeditit. Jo, shtylla këtu. Jo i shtylla këtu, se kjo është Ajo tjetër më thanë, po. shtylla për teje, majta sa pjesa e mjeditit. Po. Djathas është e Është e ulës. Domethënë tu jemi në stres, që Jo, akoma nuk kemi hyrë në stres, kemi edhe 1 kilometër. Po kemi edhe pa, a shkon kjo rrugë deri në stres? Deri në stres. Deri në stres? Po, kufim në stres. Ej Anton. Shih më pak Anton. Anton Mrrugu që ka bërë një kull fantastike. Edhe kemi lënë Anton me bën një dasëm turistike aty. Meqense sa bë kjo, do bashkëpunojmë me Nushpanin me Elderinin. Edhe do ta bëjmë dasmën e 2 bajraqeve, Kthell edhe Rancën. A mirë? Ja të më pëlqej shumë. Edhe ti dima do ta smort me motorra, me njëri tjetër do bëjmë gjë. Okej, shiko tani këtu. Këtu rrugës Qerbë ka shumë veprarti. Sa veprarti keni të tilla me tumbina? Tilla me tumbinë 600 ata 36 vepra arti. 36 vepra. 36 vepra tilla dhe rreth 18 vepra tilla që janë me tumbina pak më të vogla, që janë për procka të vogla, për mos me kullu ujë në rrugë, por me shkarku në anën fundore. Dhe ke edhe 2 ura të vogla, druni panoramike, cilat
janë fazën e ndërtimit tani, por që mund të vish pas një kohë të shkurtë dhe të shikosh edhe me het Në sa atë që më tha Elderini, mu më tha për atë urën pasarela atje që ajo ura pasarela fenomenale ajo do jetë e bukur, po s'është në këtë fazë. Nuk është në fazën tjetër. Nuk është në këtë, nuk e di nëse do jetë apo jo, por në këtë fazë nuk është në këtë pjesë projektit. Shkem deri nga Po fundi. është gjëja, nëse nuk e vënë shteti për ta prokuruar, për ta nxjerr, ajo gjëja më e bukur që i shtohet ulza. Fantastike. Por edhe një e veçantë që duhet të theksohet, që ulza të jetë tamam atraktive dhe e vizitueshme, duhet rruga që e lidh me Rashenin. Po. Nëse bëhet kjo rrugë, merr frym ulza në mënyrë perfekte, sepse nga ana e Shkopetit ka prurje. Por tamam për të bërë një cirkuit Rashen Ulës, duhet kjo rrugë. Do flasim atje ke pika fundore. Domethënë tu jemi gati nga fundi. Gati tek pjesa fundore e rrugës panoramike të qytetores Ulës. Këto është një shteg i vogël që të lidh me të aksesuar me bishtin e fundor të liçenit, ndërsa këtu është kufiri që ndahen pjesën e Ulës me Mirditën ose si quhej Ujshtrez. Ujshtrez edhe. Tash kjo mund të pjesa fundore më bën një apel, Absolutisht. Apeli do të jetë në fusha të dimensioneve të gjona, se jo vetëm me vazhdu, por edhe për tu zmadhu më shumë, sepse du të aksesohet çdo lloj forme. Jo vetëm në kam ose me motora. Ja, këto është pika fundore. Ne për t'ja ulëcu pak aksesimin edhe fshatarëve, ja u kena krye rrugën edhe nga ajo anë, ja u kena drejt u, që të zbresin tamam. Këtu kena kriju dhe një shesh për motorat që këtu kanë ardhur dhe gjatë ditëve që kena punu ne, kanë ardhur një truf motorash dhe kanë ndalu aty, kanë aksesuar shiu zonën dhe kanë hip. Interesant. Pra këtu është pjesa e fundit, ja ku jemi këtu, pjesa e fundit dhe afër për t'u lidhur pastaj me Ujshtrezin, ha? Me Mirditën. Shiko, është shumë e rëndësishme që tani Mirdita administrative, se Mirdita është edhe kjo pjesa, Mirdita etnologjike jemi këtu ne gjithë me Bajrakun e Ranzës është Mirdita etnologjike. Flas për Mirditën administrative. Është shumë e rëndësishme që ky projekt të vazhdojë. Në ky projekt të merret edhe në zonën e Rashenit. Gjithsesi, unë kam lexuar diçka, dhe unë nuk e di saktësisht sa është kjo e vërteta, megjithatë sot e ndërtova gjithë këtë reportazh mbi një emërtim, rruga e liçeneve. Rruga e liçeneve flitet për Ulz Rashen. Tani është nga Ulza ande e Rashen apo edhe kjo këtej, unë do të doja që kjo rrugë si nisi para disa viteve me Ministrinë e Mbrojtjes të vijë dhe të lidhet këtu. Uroj që kjo gjë nesër pas nesër të ndodhë, të bëhet, sepse krijon një unazë ekoturistike nga më të veçantat në Shqipëri. Dhe jo vetëm sepse është thjesht ana panoramike, se është ana panoramike, por do të ka lidhje edhe në trashëgiminë historike. Në fundit kultura Mirdit, kultura ilirike, sepse liçeni bart mbi vete dhe trashëgiminë e qytetërimit të hershëm ilirian. Kështu që është shumë i rëndësishëm duke ardhur prej në Shkopet tek në Skurë, e me radhë gjithashtu deri në Rashen, i gjithë kjo është një qarkim përveç se i bukur ekoturistik, por është edhe trashëgimor edhe historik. Unë ju falenderoj sinqerisht për punën që keni bërë dhe falenderoj nuk shpanin. Ju shumë faleminderit e të falenderoj që ti më vune në dispozicion të gjithë miqtë e mi edhe inxhinierin Elderini, po ashtu është. Unë kam detyrim edhe moral edhe e ke kështu ti sepse do të jesh drejtues administrativ. Shumë bukur. Ju falenderoj sinqerisht edhe për punën e bën. Si edhe për ne. Ishte mrekulli edhe pse jo. Edhe diçka tjetër se folëm ne pak më parë se thamë ata Lisa janë vetë, shifar sa shkon kjo tema këtu. Po, 30 metra. Ky ishte një mesazh, edhe ky është tektimi që bën përmes rrugës, me rujt pyet këtu si Ulz.
kam marrë në herë tjetër këtu te restoranti Shpani këtu në Rrugës, është një markë e njohur tashmë. Dhe pas rrugës që po bëhet, edhe kam pa shumë turist, por e rëndësishme është edhe ushqimi. Ushqimi që krijon patentën e vet. Është shumë rëndësishme, për ato pëlqej shumë kjo. Ja, kjo është si thosh një lloj sofre e vogël, e sjell. Edhe janë gjithë këto elementu që nga çfarë bëjnë? Peta. Me presh, ashtu. Sa bukur është kjo? Shishi kjo këtu, ja. Fasulja që dikur që ishin fasulje shëndetje. Lakrori që është tu, lakrori, tu janë speca këtu shi, gjiza, po, tu janë Domla, se ja prapë, po. Tu shiu këtu, edhe tu është mishi i thallë, mishi i derdhës, mishi i thallë. Okej, por unë do t'ju jap edhe diçka tjetër që po na servirin këtu te kuzhina, është një gjë shumë e veçantë, ja u them pastaj, sepse ulza ka një gjë, nuk kuptohet dot pa peshk. Pa më aty duke gjujt peshkatar kështu, edhe në rrugën e madhe që po bëhet, panoramike, një nga më të veçanta në Shqipëri, është lëndë që të ketë edhe mole të posaçme, edhe për barkat e ndryshme, por sidomos edhe për peshkatarë, që kuptohet ulza dhe gjithë liçeni i ulzës pa peshkatarë. Ta shohim pastaj sepse maestro atje në kuzhinë po na përgatit një çfarë të veçantë. Unë kam vazhduar të pi njëra ki veni këtu që e bëjnë zona këtu. Ta janë me verë, çfarë verë është? Flumen Pargo që e ka lojë në Tiranë, është një nga resort më mira në Tiranë. Edhe këtu, restoran Shpani është fantastik, ja u këshilloj të vini këtu, të shihni, vetëm unë besoj kur du më i bë reklam parë, s'ka lojë për reklam këtu. Edhe tani do thash te sofrën, tek që ka për shembull me këto gjëra që janë shumë veçanta. Dhe pastaj përsëri disa gjëra të tjera, por ndale pak e peshk. Shihni shumë nxehtë. Këtu. Pa peshk në tjegu, në tjegu, i pastaj po ta mund, Bëhet me erza. Po, shumë e bukur. Okej. Shiko, çfarë peshk është ky? Është kap ulzës. Krapi i ulzës. Pra bëhet tu, e zan tu. Krapi i ulzës është i përmendur. Unë më e vend disa vaska që kanë qenë bëhen atje në cepin fundor të atje në Rak, domethënë që vaskat që bëhej rasadi. Dhe uroj që ajo praktikë të ketë vazhduar, vazhdon. Paka shumë më çfarë. Vazhdon më praktika është edhe folëm më përpara se bashkia nëpërmjet koronit. Po, Dan çdo vit edhe nga 40-50 mijë kokë, krap bazan. 40-50 mijë kokë. A mendon që do honë nga peshne që kanë gjetur atë? Varet fati mund të Do jetë. kur ke qenë ti me agronin, ha? Varet. Ti tham kryetari i bashkisë, ish kryetari i bashkisë, deputet sot, ashtu më agron. Bravo shoh se nga peshë që më hedh ju me honë me këto. Tani shumë i rëndësishëm që ti jetë kjo është patente e ulzës. Është shumë e rëndësishme që restoran Shpani, e atë pitimi ato marrë dhe pjatën e vet. Edhe restoran Shpani të ketë disa gjëra që të qëllifikon mëna vetes në konsciencën e turistëve edhe të tjerë që vinë këtu. Sinqerisht është gjë shumë e bukur, edhe unë kënaqem këtu dhe pas e thash edhe një herë. Rruga e liçeneve, që do thotë liçeni i Shkopetit, liçeni i Ulzës dhe me patjetër që do të kenë peshkun e vet. Ashtu si edhe liçenet e Mirditës atje, që është ai në Çakmok. Do të krijojë domethënë shërbimin ndaj produktit që merr nga liçeni atje. Kjo rrugë duke krijuar këtë unazë ekoturistike që ka edhe biogastronominë e tij më radh, vreshta që merret prej tuprave, prej vreshtave tona të tjera atje më radh, është një mrekulli. Prandaj u ndala shumë dhe këtë po e quaj rruga liçeneve me lokalet e rrugës liçeneve. Zuar. Zuar. Sa do jetë. Zuar do jetë, faleminderit. Zuar. Zuar gjithë.